All the films in one radio show. Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At the Movies. Nëse është hera e parë që e dëgjoni këtë emision, më vjen kaq keq që për këtë sezon është hera e fundit që do e dëgjoni gjithashtu. Na vjen të qajm, por jemi të lumtur që rikthehemi shpejt. Rikthehemi shumë shpejt. Do thoni okay, kush jeni ju të dy? Unë jam Medea, përballë meje është kolegu im Edi. Për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital do dëgjoni gjithçka që ka të bëjë me filmat, kinematografin, premierat më të fundit në Cineplex, si dhe sugjerimet tona për filma për të parë në rehatlëkun e krevatit, koltukut, kudo që mund ta shikoni një film. Ka qenë java e zjarrit, do ta quaja këtë, sa i përket kinemas. Në Cineplex po bëhet nami me Odisen, tashmë është futur edhe Spider-Man dhe shoh vetëm video të njerëzve që janë pafund atje duke pritur Klemin her pas here me ato megafonin e tij natyral që nuk ka më bileta. Jo, për mua është fakti që ne në këtë emision gjithmonë tregojmë se çfarë premierash po shfaqen në Cineplex. Dhe ishte hera e parë në këto 4 vite që ne bëjmë këtë emision që unë shkoj tek faqja e Cineplex dhe shoh se janë vetëm 3 premiera, 2 prej tyre Odiseu dhe Spider-Man. Dhe gjithmonë them, e kam kështu në majë të gjuhës për të thënë, ka një larmishmëri premierash. Është hera e parë që janë 2, po është tamam si ato betejat e titanëve që është tamam pa vend. Më vjen keq për çdo regjisor që ka planifikuar të nxjerrë premiera në këtë fragment kohor. Është vështirë. Është tamam ajo shprehja amerikane, the odds were not in your favor. Nuk e kishe fatin me veten tënde kur vendose të nxjerrje premiera në fund korriku. Ishte tragjedia jote sepse sidomos në këtë periudhë. Po, është e vërtetë sepse shumicën e orareve i kanë marrë pikërisht Odisea dhe Spider-Man, janë pothuajse çdo një orë ose çdo gjysmore në mos gaboj. Edhe kudo në botë është fully booked dhe rezervuar deri për muajt në vazhdim. Nëse nuk e keni parë Odiseun, më vjen keq, është kështu sikur po ndahet shoqëria njerëzore në njerëzit që e kanë parë Odiseun dhe ata që nuk e kanë parë. Po ndodh si me Game of Thrones, janë edhe disa që refuzojnë të shikojnë. Bëre një debat dje me një mikun tim, po që nuk dua ta shikoj sepse Helena kështu e ke parasysh këto kritikat e zakonshme që janë bërë filmit. Megjithatë unë i thash, shikoj, edhe unë mund të kisha kritikat e mia. Po kur e kujtoj tani, megjithëse unë filmin e kam parë para 1 javë, 2 javësh, thash të le një shije të mirë, është e çuditshme, sado ti ta kritikosh, kur shkon në shtëpi thua, ua, ç'a super film ishte. Mua më ka lënë një shije të jashtëzakonshme, përpos faktit që ka një kozgjatje për cilën duhet të përgatitesh mendërisht dhe fizikisht për të qëndruar, por ja vlen 100%. Çdo minutë Po pas ke kritika, dua ti dëgjoj pastaj kritika. Jam kurioze, çfarë nuk të. Po pak kritika kisha dhe unë, më tepër sa i përket castit. Jo te Helena në tërësi, po casti në përgjithësi shikon ndoshta nga që ne, duke qenë se shohim goxha filma dhe shpesh herë aktorët po themi marrin atë hijen e personazheve të kaluara. Edhe prandaj ndonjëherë shumë e vështirë se kur shikoj Tom Holland për shembull si Telemaku, më njëherë më vjen edhe si Spider-Man dhe më bëhet një lloj kresh i vogël. Po dilke futut e salla tjetër edhe shifa. Po sigurisht kështu mund të ndodh. Mirë, ikim tani me një kolon zanore ashtu siç do të jeni në shoqërinë e tyre deri në fund programit dhe rikthehemi pas pak. All the films in one radio show. Rikthehemi në At the Movies. Mendoj që jetojmë në këtë kohën ku ti vendos o të shohësh Odiseun ose të shohësh Spider-Manin. Të pakt janë ata prej nesh që shohin njërin dhe pastaj shohin tjetrin, po shikoja për kuriozitet gjatë publicitetit kozgjatjen e secilit film. Odiseun e di që është 3 orë, Spider-Man Brand New Day, premiera që sapo ka mbritur në Cineplex, zgjaste 2 orë e 25 minuta. Edhe po e bëja si bësh bisedim me shoqërinë time që, o Edea, po kush i shikon 2 filma njëri pas tjetrit? Edhe po i tha, po mirë, aman, edhe dua t'ja them dhe dëgjuesve tan këtë gjën. Po sa prej jush bëni një turn 8 orarësh dhe rrini në telefon? Dhe nuk bëni asnjë gjë. Ore rrini në punë. Ju lutem, po rrini në punë. Edhe shikoni ndonjë serial, ndonjë reels, ndonjë gjë që ato reels ata i TikToku, Instagrami e tjerë pa dashur ti bëj atë antireklamën e tyre, po më duket sikur më thartojnë trurin ai swipe i gishti ting ting ting, më duket sikur më vdes nga një qeliz në çdo moment. Dhe është e vërtet. Por nuk ndjej që qeliza vdesin kur shoh filma.
Kështu që unë tek Odisea për shembull nuk e ndjeva fare kohën, të betohem, domethënë iku shumë shpejt dhe nëse do kisha bërë një pushim mjafton 10 minuta, do isha gati për të parë edhe Spider-Man. Zbulova që nëpër botë, nëpër filma të gjata bënin një interlude, një pushim 15 minutësh. Ne nuk e bëm këtë në Cineplex, por unë mora një pushim timin, ja se po ta them pse nuk duhet ai 15 minutësh ndonjëherë. Mora një pushim timin personal dhe humba pjesën e sirenave. Po që është një ndër më të bukurat. Bravo. Dhe kur kthehem, sapo kishte mbaruar dhe më dilte në TikTok dhe thoja po mirë, si dola, me çfarë mendsh dola në këtë moment. Jo, në film edhe unë, pra në mes të filmit nuk jam dakord për pauza, por po them nëse do të shikosh të dy filmat, mund të bësh thjesht një frymëmarrje dhe pastaj të drejtohesh për të. Kështu që në total është një 5 orësh që ju mund ta shfrytëzoni shumë bukur në Cineplex Tag. Shikoni të parin, hani një drek dark, një brunch lunch, një çfarë të doni ju, dhe vazhdoni të dytin. A do ju velet pak Tom Holland? Do ju velet pak. Edhe Zendaya. Mirë, gjithsesi ka një natyrë krejt tjetër të filmit tek Spider-Man edhe tek Odiseu, pavarësisht se janë aktorë të njëjtë. Se më duket sikur kemi ngel te Odiseu. A e zbulojmë pak për çfarë flet Spider-Man? Spider-Man Brand New Day është gjithashtu i jashtëzakonshëm dhe ka vërtet një luftë, se tani vazhdon TikTok-u të jetë i mbushur edhe Instagrami me Odisen, po tani kanë filluar shumë pra algoritmi mes të dyjave. Është një Barbie Oppenheimer sërish. Mirë, ndjekim pak trailerin e Spider-Man Brand New Day. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? Ata harruan emrin e tij. I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now. Por nuk mund të harrojnë heroin. It appears we're faced with a threat we can't control. One we can't even see. Spider-Man Brand New Day në Cineplex Tag dhe QTO. It's so good for you. Aventura nis tani. You ready? Vazhdon historia e Peter Parker pas ngjarjeve të Spider-Man No Way Home. Pas magjisë të Doctor Strange, bota ka harruar që Peter Parker ekziston. Ai jeton i vetëm dhe vazhdon të mbrojë New Yorkun si Spider-Man, por nuk i ka pranë njerëzit e zemrës, miqtë e tij, ata nuk e mbajnë mend fare. Peter tashmë është bërë një Spider-Man më i pjekur, më i izoluar, nuk lufton më për famë ose për të provuar veten, por e sheh si detyrë atë të mbrojturit të tjerët. Kësaj radhe do të përballet me një kërcënim të ri, është një armik i fuqishëm dhe si në çdo film të Spider-Manit, jemi shumë të bindur që Marvel nuk ka për të na zhgënjyer. Kjo është e sigurt, madje Brand New Day është konsideruar si një ndër filmat më të mirë të Spider-Man realizuar deri më tani. Ka edhe një lloj lidhjeje me gjenezën e Spider-Man, sepse i rikthehen tashmë fuqitë natyrale të rrjetës, jo më me aparaturat që kishte në dorë. Dhe pash që Tom Holland kishte preferuar që disa skena aksioni t'i bënte prej vërteti. Këtë gjë e pam tek Nolan që shumë skena janë bërë prej vërteti sepse ai urren CGI, po duket se mund të jetë ndikuar ndoshta Tom Holland edhe pak nga Odiseu dhe tek Spider-Man kishte preferuar që shumë skena që madje kërkonin disa akrobacira vërtet vështira t'i bënte vetë. Dhe në fakt ai është bërë goxha edhe mirë fizikisht, ka ardhur mirë, dua të them. E mendon, unë e kam me shumë frikë Tomin. Më duket sikur do vritet. Më duket i vogël, e kam me frikë. I vogël kështu në Aman mos ma rrëzoni Tomin. Por që jo, kur pash disa stunts, pra disa lëvizje dhe disa skena që vërtet kërkonin goxha forcë fizike dhe guxim, më pëlqeu dhe pash që kishte preferuar t'i bënte vetë disa gjëra. Është ai momenti kur jemi një femër si Zendaya, duhet ta arrisësh pak nivelin e lojës. Ishte edhe një skenë shumë e bukur kur po shikoja sot madje një video që ishin të dy në tapet kuq. Dhe i thot Zendaya të dua, edhe ky i thot të dua po në një fraksion sekonde, kështu gjatë kohës që po bënin photoshooting. Domethënë që po përjetojnë edhe një moment shumë kulminant dashurie dhe shkojnë shumë. Edhe është dhe një moment kulminant karriere. Fakti që premierat primare që po shfaqen në kinema kudo në botë i kanë të dy si protagonist, është fantastike. Dhe nuk shoh xhelozi fare tek të dy për njëri tjetrin, dua të them. Nuk ka pse të ketë xhelozi. E kupton ti, shiko. Ti nuk do shtrihesh edhe unë, nuk do shtrihesh
rihemi kurrë në krevat me partnerët tanë respektiv dhe themi sa të suksesshëm jemi, kemi 2 premiera ku jemi protagonistë që po shfaqen paralel. Pra, gjërat kanë ecur mirë, prandaj them që nuk ka nevojë të jenë xheloz me njëri tjetrin. Kështu që shpresojmë që kjo luftë të jetë vetëm e suksesshme dhe do të shohim kush do të mbijetojë ose kush do të triumfojë në fund të kësaj betejë mes Odysseus dhe Spider-Man, por që filmat janë jashtëzakonisht të bukur, sallat e kinemas janë plot edhe kam përshtypjen që tani në gusht keni edhe më shumë kohë, është një periudhë ideale për të ndjekur një film edhe do t'ju marrë kohë për të diskutuar pastaj ky post filmi. Edhe është zgjedhja e dur për gjithë ju që shikoni ato storyt e njerëzve që kanë ikur me pushime dhe thoni po mirë më ungela në Tiranë, ç'a të bëjun këtë fundjavë, ç'a të bëjun sot se e kam pushim, Cineplex, zgjedhja e dur. Sigurisht, ndërsa do të bëjmë një shkputje të vogël, pas pak unë dhe Edea se kur përshëndetemi për një kohë të shkurtër na vjen gjithmonë mendja për të bërë një përmbledhje çfarë ndodhi, ka qenë një vit i gjatë kinematografikisht sepse ka patur vërtet shumë filma të bukur, mbaj mend që kishe nga aspekti sa kanë zgjatur filmat, isha kështu po shumë i gjatë ka qenë. Jo, edhe i gjatë nga aspekti i prodhimeve, kemi folur për shumë filma të bukur dhe sigurisht ka prej atyre që na kanë mbetur në mendje deri tani, po themi në gjysmën e parë të 2026-s dhe pas pak unë dhe Edea kemi ato top 5 shet tona që na kanë mbetur në mendje, jo domosdoshmërisht më të mirat, por që neve na kanë pëlqyer. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë e The Movies. Për gjithë ju që nuk na keni dëgjuar më përpara, ne në këtë pjesë bëjmë sugjerimet tona mbi filma për të parë për gjithë ju që ju ha një kohë shumë të madhe kërkimore, ata shohim këtë, shohim trailerin, e hapim, nuk na pëlqen fillimi, njëri mërzitet, njëri thot mbyllet, tjetri thot pse mua po m'pëlqen. Ne i testojmë këto gjëra më përpara që ju mos të lodheni. Zakonisht flasim dhe sugjerojmë filmat më të fundit momentit ose dhe filma që askush nuk i ka parë, po unë dhe Edi kemi zbuluar në ato dengjet ku kërkojmë. Këtë radhë, për shkak se është episodi i fundit i këtij sezoni, vendosëm të zgjedhim top 5 filmat dhe serialet që nëse nuk i keni parë për gjatë 2026-s, ne i kemi diskutuar dhe herë tjera në emision, momenti dhe çasti i dur është pikërisht ky tani që keni pushimet përpara, keni kohë për të qëndruar në shtëpi përpara televizorit tuaj ose jeni në plazh e hapni telefonin, doni të shikoni diçka në shezllon. Këto janë zgjedhjet perfekte sipas meje dhe Edit. Koleg, të lutem vazhdoj pari. Okej, po vijoj un kam përzgjedhur 2 seriale shkurtimisht që janë Fallout dhe Silo. Të cilët nuk mund t'i lë sado që kanë një tematikë të ngjashme, janë shumë të bukur secili dhe sidomos në këtë përshkrimin që ti bëre tani që je në plazh, ke kohë, pra je i çlirët se nganjëherë serialet duan edhe humor të mirë për t'i parë. Janë fantastik. Sa i përket filmave, nuk kam zgjedhur filmat shumë të njohur për shkak se kam përshtypjen që do t'i keni hasur dhe mund t'i keni parë edhe më përpara. Unë zgjodha War Machine, është një film aksion për të gjithë çunat e mi, çuna përshëndet. A ja vlente? E di sa herë kam menduar ta shoh apo jo? Po, shikoj, është shumë interesant. Është nga ato tipik aksioni klasik, po është shumë i lezetshëm, shumë i bukur dhe një film që kam parë para pak javësh, të cilin e diskutuam bashk, Apex, që është filmi mbietes me Everything Getting Out of the Fire. Këngë është bërë virale vetëm prej atij filmi. Vetëm prej filmit. Dhe i fundit fare është Mandalorian and Grogu, për gjithë ju që keni parë serialin Mandalorian, shikoni dhe filmin sepse janë në të njëjtin nivel. Këto janë top 5 që janë ime për këtë verë. Super, me serialet jam aty me ty, me Silo, Fallout janë seriale që Edi mi ka treguar, unë i kam parë dhe tani po mundohemi t'ja u injektojmë dhe juve që po na dëgjoni. Mirë, edhe unë kam zgjedhur 2 seriale në vend të 54 se i kam dar me pozicionime. Në vend të 5 për mua ishte Beef, sezoni i 2, është Carey Mulligan, Oscar Isaac, flet për debate midis njerëzve, kësaj radhe është një debat midis 2 çiftesh, po është një urrëtie të iskajshme. Beef, për gjithë ju që s'e keni parë, është një lloj seriali ku këto debate nisin nga edhe krisen nga një gjë idioteske dhe e vogël. Po, siç ishte tek sezoni i parë me burinë e makinës. Po, një burë makine që krijon një antagonizëm dhe një urrëtie midis 2 personazhesh që zgjat
për vite me radhë. Okay. Është për mua në vend të 5 dhe i domosdoshëm për të parë. Do qeshni shumë, edhe do qani, edhe do kuptoni, ka dhe një mesazh shumë thellë aty brenda, nuk dua t'ja u zbuloj, dua ta shikoni vetë, pra i ka të gjitha, është si tip turdie, gjitha elementet në një. Në vend të 4 për mua me do e mos është Something Very Bad Is Going to Happen. Është horror, është mister, komedi e zezë. Është kjo që i gjatë Stranger Things në natyrë, më duket është ky seriali apo jo që më the ka një lloj ngjashmërie, po. Është për mua, si do ta përshkruaja me një fjali, po ja u them pak atë storyline-in shkurtimisht, është një çift që po shkojnë për të martuar, tek familja e djalit, vajza shikon që diçka nuk shkon mirë me familjen e tij dhe me djalin në vetvete. Mesazhi i gjithë kësaj është duhet zgjedhur me shumë kujdes personi me cilin do kaloni jetën. I pa parë edhe ky rikthen një këngë të Paul Anka, You Are My Destiny. Pra po shohim këtë rikthimin e këngëve nga arkiva e vjetër. Obsession në vend të tretë, nuk e di që nga bërë romantike unë në këtë përzgjedhjet e mia me filma romantik. Obsession, të duash dikë që nuk të do dhe ti bësh një magji. Obsession pash që ishte filmi më i vlerësuar të paktën në top 5 në IMDb për vitin 2026. Dhe bashkë me tjetrën që do thuash tani, pra ishin filma që edhe ishin rankuar më së shumti në IMDb. Ja vlen jashtëzakonisht shumë, sidomos nëse jeni nga Fieri, duhet ta shikoni nëse s'bën Obsession. Në vend të dytë për mua Disclosure Day. Nuk e di se si ky film ndoshta në këtë sasinë bravo të premierave të suksesshme që dolën, po është tamam nga ato xhevahirët që duhet parë. Nuk dua t'ju them asgjë për të, nuk di çfarë mund t'ju them, është thjesht njerëzimi nuk është vetëm dhe gjërat ndonjëherë nuk janë ashtu siç i mendojnë. Kaq, unë zgjedh këto filmat me fantashkencë për gjithë ju që jeni fansat fantashkencës dhe në vend të parë për mua me do e mos, filmi më i mirë i këtij viti pas Odiseut është Project Hail Mary. Po. E kam diskutuar shpesh herë këtu në këtë emision. Shikojeni se s'bën. Këto ishin top 5 shet të mia dhe të Edeas. Sigurisht vera do të jetë e mbushur me filma ose më saktë gushti, po ne do të takohemi sërish në shtator menjëherë për të bërë një recap se çfarë ka ndodhur në gusht, si dhe për të qenë me ju për çdo premierë që do vi pastaj, sepse edhe vjeshta ka filma shumë të bukur që mezi i presim. Deri atëherë pushime të mbara, ngrohuni, nxihuni e çfarë të doni ju, bashkë dëgjohemi në shtator.